Deputet, kuvendi, në rasti konkret, komisioni i mandateve bëhet është gjykat, pra do të marrë një vendim drejtësie apo një vendim politik? E ka përcyen, po me qënë se nëse Denisim lejon të i përgjigjim. Po, patjetër. Kjo është thelbi i gjithçkaje. Vlerësimi im është gjykat, totalisht gjykat. Mund të jetë gjykat? Po. Mund të jetë gjykat parlamenti? Nuk e ndalon askënd. Po çfarë duam sistemi i drejtësisë? Po ja, pra doja mendimin tim. Dakor. Ajo është gjykat para praktikë, nuk është gjykat. Mirë, në rregull. Ai nuk është gjykat, është parlament, po ai duhet si unë si deputet, po të isha aty, unë do sillesh si gjyqtar. Se për atë objekt vërimtarie që më ka caktuar kushtetuta, jo për gjithë hekimin. Ke qenë deputet kur është hequr mandati i zotit Berisha. Okej. Bët gjykatësi me zotit Berisha kur hoqit mandati? Edhe pyet edhe nuk duket do të shkas nga pyetja. Nuk duket sikur do ta dëgjosh përgjigjen time. Jo, po e dëgjoj, prandaj po mundojmë të më vit debatit. Unë po flas edhe si jurist dhe nëse do isha unë në pozicion, unë për brenda objektit vërimtarisë që ka ai komision, se unë nuk bëjmë një komision, nuk mund bëj rolin e gjykatës për gjithçka.